Tjetra, imi mësune në Parlamentin e Kosovës, në gjojmë gjëra tilla, që në Parlamentin e Kosovës, që është tempulli i demokracisë, kur nuk do të duhe të ndëgjojnë ato fjalë dhe të prezumohet drejtësia. Të merret domthonë dikush të merr vendim para gjykate për një proces gjyqësor që zhvillohet që 6 vite. Mirë po jemi mësuar në Parlamentin e Kosovës, njëri tjetrit deputetët zgjedhurit e popullit, për çdo rast i thonë tradhtar, shpion i Serbisë, anek nej, të cilat nuk është dashur dhe në asnjë rrethon nuk duhet të jenë në fjalorin e deputetëve tonë në Parlamentin e Kosovës. As në fushatat zgjedhore nuk duhet të shërbehet me luftën e drejtë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, sepse lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës, lufta e popullit tonë, nuk është e asnjë partie politike. Ajo ka qenë luftë e popullit tonë për liri, për mbijetesë dhe në asnjë formë nuk duhet të personalizohet apo të merret si është një partie politike ose e një grupacioni caktuar ose një individi. Lufta jonë ka qenë luftë e gjithë popullit tonë, e përkrahur nga bota demokratike dhe në fund e përkrahur edhe nga forca më e madhe ushtarake në botë, NATO-ja. A mund ndikojnë këto deklarata duke marrë parasysh rreth tempullit demokratik i Republikës sonë, deklaratën nga Kuvendi i Kosovës, a mund ndikoj gjatë procesit nëse pikërisht nga ajo foltore kërkohet burgimi i përjetshëm për ish ushtarët e UÇK-së? Jam i bindur që gjykata nuk bjen ngraskat e tilla, jam i bindur, nëse ka pak drejtësi dhe ndonjë drejtësi, ato nuk merren parasysh. Parasysh duhet merren për shembull deklaratat edhe vullneti i popullit ton i shprehur, qoftë përmes protestave, qoftë përmes peticionit që kemi drejtuar, edhe përmes qëndrimeve, edhe të deputetëve tonë me numër shumë të madh që kanë folë dhe kanë shprehur se janë kundër dënimit të krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, janë për pastërtinë e luftës, për mbrojtjen e pastërtisë luftës, sepse e tillë ka qenë dhe jam i bindur nuk do të ketë ndikim disa deklarata skandaloze dhe qëllimshia të individëve të frustruar në vendimet e trupit gjykues në Hag. Zotëri Sopi, pasi jemi krejt në fund, cili